Partia Lirisë ka zhvilluar një takim me gratë e vajzat e kësaj force politike me rastin e 8 marsit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi u shpreh se gruaja është ylla e familjes, por kjo mazhorancë sipas tij i ka bërë një sulm të fortë me një ligj i cili kërcënon bazat e saj. Besojmë se respekti për gruan nuk është dhe nuk duhet jetë një slogan dhe as të trajtohet vajza, nëna shqiptare, motra shqiptare, thjesht dhe vetëm për propagandë, sa herë vjen 8 marsi apo sa herë ka ngjarje të caktuara, por besojmë që respekti për vajzën, për gruan shqiptare duhet fillojë nga familja. Një institucion ndaj të cilit kjo mazhorancë ka ndërmarrë veçanërisht vitin e fundit një sulm të paprecedent duke goditur në ADN familjen shqiptare. Ndërkohë zëvendës presidentja e Partisë së Lirisë Risa Xhixho në fjalën e saj vuri në dukje incidentin me deputeten e Partisë Demokratike Albana Vokshi në parlament. Por nga ana tjetër po rrezikon dhe procesin e integrimit europian të vendit, aq shumë të dëshiruar nga të gjithë ne, sepse ajo që pam dje në parlament me zonjën Vokshi ishte absolutisht një ngjarje shumë e rëndë që ndodhi në parlament, një gjuhë seksiste, një gjuhë denigruese ndaj një zonje e cila është dhe nën, është edhe mama e 2 vajzave.